Në emër të demokratëve, Lulzim Basha i kërkoi kryeministrit të vendit që të shtyjë vizitën në Beograd. Për demokratët, këmbgulja e kryeministrit Edi Rama për të trokitur në një derë që është e mbyllur është e padenjë. I kërkoj kryeministrit minimalisht të shtyjë vizitën e tij në Beograd. Një vizitë për ekzibicion në këto kushte nuk ja vlen asnjë qindark. Pas ngjarjeve të smartët, insistimi i zotit Rama për të trokitur në derën e mbyllur serbe është shumëfisht më i pakuptim, shumëfisht më i padenjë. Në prononcimin e tij të parë publik lidhur me incidentin e shënuar në stadiumin Partizani të Beogradit më 14 tetor, kreu i demokratëve është shprehur kritik me qëndrimin e autoriteteve serbe. Për Bashën, këto qëndrime tregojnë se Serbia është e dyzuar në lidhje me integrimin evropian. Shikoni qëndrimin ordiner dhe provokues të presidentit të vendit Nikolić, kur thotë se Shqipërisë do t'i duan shekuj për të bërë vend normal. E thot këtë ndihmësi Sheshelit, që së bashku me Miloševićin dhe Karađićin janë specit e fundit të barbarisë mesjetare në Ballkan. Çfarë janë këto mesazhe? Cili është kumti i këtyre deklaratave dhe qëndrimeve ndaj Shqipërisë, ndaj kryeministit shqiptar? Mesazhi është moseja. Opozita i kërkon kreut të ekzekutivit jo vetëm shtyrjen e vizitës në Beograd, por edhe ndërprerjen e vizitave në përbot, pasi për demokratët në vend që të shëtisë me një agjendë të varfër, kryeministri duhet të përballet me problemet e qytetarëve të tij.